Poetja e njohur Mimoza Ahmeti është padyshim një nga personazhet më të komentuar dhe më të dashur të këtij edicioni në Ferma VIP 3. Fal karakterit të saj unik, batutave spontane dhe momenteve të sinqerta, ajo ka arritur të rrëmbejë vëmendjen e publikut, duke u kthyer në një fenomen viral në rrjetet sociale. Megjithatë, përtej dritave të spektaklit dhe personazhit që shohim në ekran, ekziston një anë më intime e shkrimtares që rrallë herë ekspozohet në media. Mimoza Ahmeti ka qenë e martuar me studiuesin dhe publicistin e njohur shqiptar Aurel Plasari. Nga kjo martesë erdhen në jetë dy vajza. Lidhja e fortë mes tyre u dëshmua së fundmi edhe brenda reality show-ut, kur vajzat e saj vendosën ta surprizojnë shkrimtaren duke i dërguar një dron me një mesazh mbështetës. Të dyja vajzat kanë ndërtuar profile të suksesshme, duke zgjedhur rrugë jetësore të ndryshme nga njëra tjetra. Eir, siç duket nga fotot, ajo ka trashëguar shpirtin rebel dhe artistik të nënës. Eir është thellësisht e angazhuar në botën e artit, duke zhvilluar talentin e saj si shkrimtare, piktore dhe kantautore. Luka, përtej dimensionit artistik të familjes, Luka ka zgjedhur fushën e mjekësisë dhe rihabilitimit. Ajo është një fizioterapiste e licencuar, e cila aktualisht ka ndërtuar jetën dhe karrierën e saj në Kanada.